përshëndetje me sot është 8 gusht 2026 në këtë pikë tek Toni Bleri, këtu përballë Toni Blerit, siç ju kam thonë, sot do të jetë dita e fundit kur ne do të jemi këtu, prandaj ju ftoj gjithëve, gjithë ata që ende nuk keni dalë në shesh, që ta nënshkruani peticionin më të njohur tashmë në Kosovë dhe në Ferizaj dhe të mbar shqiptar, peticionin për një Ferizaj pa Uroshevac. Ne do të jemi të pranishëm, do të vazhdojmë të jemi të pranishëm edhe në për pikat tjera, gati 100 pika si që kam shpjeguar dhe i kam publiku. Brenda 2 javëve, veç me i mbyll edhe pranin aty, me e kry komplet këtë proces, këtë fazë. Dhe do të jemi edhe në teren, do të jemi edhe vetë në teren, në vizita, ku ka dhe mas të qytetarëve, që ti përmbyllim edhe gjitha listat. Unë shfrytëzoj i falenderu edhe njëherë gjitha subjekte politike në Ferizaj për mbështetjen e këtij peticioni, duke filluar nga kryetari i komunës dhe gjithë krerët e partive politike në Ferizaj, duke përfshi edhe krerët e komuniteteve, joshëmis që janë të komunitetit joshëmis më të madh Shkali, pastaj Rame dhe Egjiptian. Po ashtu shfrytëzoj rastin të falenderoj gjithë qytetarët cilët në mënyrë masovike janë përgjegj këtij peticioni, ku ne nuk kemi pas njerëz me ju ofru, sa shumë kemi pas kërkesa, sa shumë ka pas mbështetje, ky peticion do vazhdon me pas mbështetje, ndërsa normalisht ne presim miratim, absolut, miratim, nuk presim asnjë vendim tjetër, as abstenim, as votim kundër, po presmi vetëm votim për nga kuvendi i Kosovës, respektivisht nga 110 deputet, sidomos 100 deputet shqiptar dhe 10 deputet të komuniteteve joshëmis jo serbe, për ta aprovu këtë kërkesë të drejtë të qytetarëve të Ferizajt, bazu në të drejtat tona, në kushtetutat tona, në kushtetutën tonë, bazu në legislacionin ekzistues, po edhe në të drejtat ndërkombëtare. Ju do ta shihni kur ta bëj kërkesën finale drejtu kuvendit, do ta shihni edhe bazën e fortë ligjore, pasi ka pasur në këtë kohë edhe fjalë kuti, tendenca të tilla për me deviju edhe mendin edhe me i ftoftë qytetarë, po qytetarët nuk janë ftofur, i falenderoj gjithë. Nuk janë mirë që ka pas tendenca të tilla, po ato janë të pritshme, sidomos kur kemi aksione të tilla. Po ju paralajmëroj sërish, i paralajmëroj të gjithë ata, tashmë që jemi në fazë tjetër, me që atë niveli me 10.000 nënshkrime kemi mri, me 10.000 nënshkrime ne mund ta dërgojmë që sot në kuvend Kosovës, po duam sa më shumë që mos kemi ndonjë telashe. Dhe pastaj, siç e dini edhe me rregullorët kuvendi është i obliguar me shqyrtu. Prandaj paralajmëroj nga këtu të gjithë ata deputet. Uroj që mos ketë, dhe dëshiroj me gjithë shpirt e zemër mos ketë, po të kërkojmë unitet. Po nëse do të ketë deputet të tjerë që do të tentojnë në çfarëdo mënyrë të krijojnë pengesa, duke filluar nga komisionet, se ne kemi me e përcjell komplet hap pas hapi çka është të bëjmë me këtë peticion. Deri edhe në kuvend. Nëse tenton dikush, dine, kena mi ju diskreditu si bashkëpunëtor të Serbisë. Prandaj, bone men, ja je me popullin që është për me je Uroshevacin, ja je me mojt Uroshevacin. Nëse je me mojt Uroshevacin, uroj që mos të ketë. Po nëse del në çfarëdo mënyre që çfarë pengesa dije që ti je me Serbin, ti je bashkëpunëtor i Serbisë në Kosovë. Edhe kudo do të diskredituar. Prandaj mos na provokoni, mos i provokoni qytetarët e Ferizajt, po vetëm miratoni me vot pro 100 deputet shqiptar dhe 10 deputet, eventualisht 9 deputet të komunitetit joshëmis, kërkesën e drejtë të qytetarëve të Ferizajt për fuqizimin ka të gjitha përdorimet zyrtare të emrit të poshtuesit, emri Uroshevacit, i cili është vendosur nga poshtuesi serb, dhe lënje në fuqi, në përdorim zyrtar vetëm të emrit Ferizaj, në të 3 gjuhët, në gjuhën shqipe, në gjuhën serbe dhe në gjuhën angleze. Kushdo që pretendon, edhe tjetër,
që Ferizaj është Shqip, nuk është Ferizaj në gjuhën shqipe. Është një emër neutral, është emër komplet tjetër, nuk ka të bëjë me gjuhën shqipe. Mirë po ne po pranojmë, qytetarët e Ferizaj po pranojnë me shkrim, me nënshkrimet e tyre, që ky emër të jetë në të tri gjuhën, do thotë në gjuhën shqipe, në gjuhën serbe dhe në gjuhën angleze. Prandaj keni parasysh, kjo është konform kushtetutës së Republikës së Kosovës, konform të drejtave. Pasi keni parasysh, nuk ka të drejtë absolutisht asnjë komunitet, minoritet me shkel një komunitet shumicë. Këtu në Ferizaj 99.98% janë jo serb. Pra jemi shqiptar dhe mbi 94% shqiptar dhe komunitete tjera ku 3.3% janë ashkali. Prandaj në asnjë mënyrë nuk ka drejt dikush me na pengu. Po kush do me ju bo argati drejshi, leti bo, po do t'i diskreditojnë. Kjo punë, ky peticion është një kash dhe vetëm me një vendim, vetëm një vendim, aprovim të drejtë, vendosin e një të drejte historike, demografike, faktike dhe të sot që emri Urosh e Vac më të mos figuroj askund, absolutisht, as në dokumentat tona, as në regjistra, as në tabela, as në akte ligjore, as në komunikime zyrtare të Republikës së institucionet të Republikës së Kosovës. Pastaj as në harta, as në kudo në botë, pasi sot ku të hysh e ki vetëm Urosh e Vac as Ferizaj, nuk e ki. Po kjo përfundon tashmë. Kam e përsëris nga 18 korrekt 2026 ka fillu çlirimi i dytë dhe çlirimi përfundimtar i Ferizajt, duke hequr edhe këtë relikt të pushtuesit serb emrin Urosh e Vac, që e kemi si një lloj shenje që ne kanë gjitë pushtuesi, një shenjë gati pothuajse e njëjtë sikur ato shenja që kanë gjitë jahudive për shembull. Një shenjë që nuk përkon kur gjo me neve, as me historinë tonë, as me historinë e qytetit tonë. Emri Urosh e Vac është emër i pushtuesit dhe nuk ka kushdo që pretendon me mojt atë emër, është ekskluzivisht bashkëpunëtor i Serbisë. Hajde urime në kohë qytetarë të Ferizajt edhe të Kosovës. Hajde qau.